A ka bot tjetër? Po vallahi ka bot tjetër. Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an. Dhe Zoti i gjithësisë nuk thot vetëm se të vërtetën. Nuk gënjen Zoti. Allahu i lartësuar na ka treguar në Kur'an se ka ditë gjykimi, ka bot tjetër, ka ditë llogarie. Zoti i gjithësisë na ka kriju herën e parë. Është e lehtë për të na ringjall. Allahu i lartësuar sjell shiun mbi një tokë të vdekur e prej saj dalin bimë të gjalla. Ashtu pra do të ringjallen edhe njerëzit ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa më të mëdha se ne. Pra, qiejt, malet janë krijesa më të mëdha se njeriu. E lehtë është për Zotin ti thot diçka e bohu dhe ajo bohet. Pastaj, imagjinoje mos kishte ditë gjykimi. I bie Zot na ruaj pra, larg tmetave është Allahu i lartësuar, me qenë Zoti i padrejtë. Patjetër që ka ditë gjykimi. Patjetër që ka ditë ku do të vihet drejtësia absolute, peshoret e drejtësisë, ku njerëzit të cilët kanë bërë padrejtësi në këtë dynja do të marrin dënimin e merituar. Punë mirët, ata që kanë vepruar vepra të mira, kanë adhuruar Zotin, kanë qenë njerëz të drejtë, njerëz të mirë, do marrin shpërblimin botën tjetër. Patjetër ka ditë gjykimi dhe Allahu na mundsoft që në ditën e gjykimit të jemi prej xhenetlive. Amin.